Gjok Risto Pietri, i mbiquajturi shqiptari, lindi në fshatin Pleshish të Pogradecit në vitin 1874, kur ishte 15 vjeç emigroi në Rumani ku krahas punës, mësoi shkrim e këndim shqip dhe u bë veprimtar i shuar i kolonisë së patriotëve shqiptar. Më 1886 u kthye me libra e tekstse shkollore shqip dhe punoi me zell për mësimin e gjuhës mëm në Pogradec dhe fshatrat e Mokrës. Rrugë me libra nga Rumania, Gjoka u bë her pas here, pa ju nështruar kërcënimeve të reaksionit antishqiptar dhe pa u gjunjëzuar as nga persekutimet e shumta që pësoi në familje. Shkolla jon ka marrë këtë emër në nder të këtij patrioti të nderuar. Gjok shqiptari luajti një rol të rëndësishëm në përparim e çështjes kombëtare shqiptare. Ai promovoi arsimin dhe kulturën midis shqiptarëve. Marrja pjesë në lëvizjet kombëtare ishte pjesë e veprimtarisë së tij. Ai shkroi artikuj dhe libra për të ruajtur gjuhën dhe traditat shqiptare. Gjok shqiptari organizoi dhe mbështeti komunitetet shqiptare në aktivitetet kulturore shqiptare dhe sociale. Shkolla 9 vjeçare Gjok shqiptari u themelua me një qëllim të qartë, të ofronte arsim cilësor dhe të afërt për fëmijët e zonës, duke i sjellë diturinë më pranë tyre. Në kohë kur largësia nga qyteti dhe mungesa e infrastrukturës e vështirësonin ndjekjen e shkollës për shumë familje, kjo shkollë erdhi si një dritare shprese. Emri Gjok shqiptar mban frymën dhe vlerat e përkushtimit për edukimin dhe përmirësimin e jetës në komunitet, që nga themelimi i saj, shkolla ka qenë një vend ku çdo fëmijë ka mundësinë të mësojë, të rritet dhe të ndërrojë për një të ardhme më të mirë. Gjatë viteve të funksionimit të saj, shkolla Gjok shqiptari ka shënuar shumë arritje të rëndësishme. Nxënësit e saj kanë marrë pjesë në gara të ndryshme të diturisë, si në olimpiada të matematikës, letërsisë, shkencave natyrore dhe gjuhëve të huaja, ku shpeshherë kanë fituar vende të para dhe janë vlerësuar për njohuritë e tyre të thella. Mësuesit e kësaj shkolle janë të përkushtuar, të aftë dhe të dashur me nxënësit, gjë që e bën procesin e mësimit më të këndshëm. Shkolla Gjok shqiptari është një nga institucioneve arsimore më të njohura dhe më të vlerësuara në qytetin e Pogradecit, që prej themelimit të saj, ajo ka pasur një qëllim të qartë, të përgatisë breza të rinj me dije, kulturë dhe vlera të larta njerëzore. Nëpërmjet punës së palodhur të mësuesve dhe dëshirës për të mësuar të nxënësve, kjo shkollë është bërë një shembull suksesi dhe një model i arritjeve në fushën e arsimit. Ndërkohë stafi i shkollës son është i njohur për përkushtimin dhe sjelljen e ngrohtë ndaj nxënësve. Ata krijojnë një atmosferë të qetë miqësore, ku fëmijët të ndihen të sigurt dhe të mbështetur. Mësuesit punojnë me bashkëpunim, zhvillojnë aktivitete kreative dhe i nxit nxënësit të rriten me vlera si respekti, solidariteti dhe përgjegjësia. Në përgjithësi, stafi është i sjellshëm, aktiv dhe i përkushtuar ndaj rritjes së një komuniteti shkollor pozitiv.